Mungesa një qendre shëndetësore është kthyer në një problem serioz për banorët e fshatit Prekal në bashkinë Shkodër. Nuk interesohet askush për ne, kemi mbetur vetëm pleq, shprehin banorët e zonës. Ato i bëjnë thirrje bashkisë Shkodër që të plotësojë nevojë për qendra shëndetësore, pasi përballen me situata të vështira. Problemi është dhe rruga drejt qendrës së fshatit, ku përgjatë saj ka rënë një gurësh. Shqetësimi jonë është një herë në radhë parë ambulanca, qendra shëndetësore. E dyta është kanali Vadic, e treta ujësia si s'kena hiç. E katërta rruga, që s'na bje kush mrapa, asë na gjalla as pak. Një do. As bje kush për na shqetësim me thonë, herë a ka shqetësim me këta njerëz, këna ne një muaj e gjysë blokum, shkor një njeri më ne pa, vetëm na thonë, hini vetë, marë me pastro vetë. Tash që bashkia merr ata në fundin, edhe nuk na bjen mrapa hiç. Bener Beci, maj pari. Më ka thonë, para 3 ditë, më ka thonë, hini e pastrojnë vetë rrugën. A ka ashtu. Hinë rinia pastrojnë, mas mund e shkon rrugës nëse çokullin, që sa bje mrapa hiç. Ka thonë, kur është am rruga dhe ka gati për çdo gjë, ne hanë drejtërin e tij. Vetëm këna me do flas një tu, kush mrapa s'na bjen. Për qendrën shëndetësore, si ja bani? Për qendrën shëndetësore nuk na hiç. S'kena qendrën shëndetësore, kur vjen deri në derë, ka herë s'na vjen hiç. Na do të më marrë gjilponat me pagu shoferin, me ro me i bo Shkodër. Na prej 15 vjetëve nuk kena qenë shëndetësore hiç. Infermierja në atë kohë ka pa dalë tuj në për shtëpia tuj kryat shërbimin. Sot ta 7 muaj s'ka dalë hiç. Kur kena pas nevojë për gjilpon, e kena pagu gjilponën për me na baja, kena dhënë 5000 lekë për me marrë me na ba. Ose ne ka thonë si nda që mu dalë atje mu kry shërbimin, do të me pagu rrugën ajo është e mujtën me dalë se del autobusi si prënën mësusat e shkollës, edhe mundësia është të shkolla një lo me acaktue për me kryat shërbim. Unë para javët jam kanë me 40 temperaturë, fati si në odhin makinë këtina, më kanë unë me njënën makinë dhe të rruga e prishun, me makinë tjetër e deri të spitali. Me paken infermierja, këtu, nuk kam pas nevojë me bëha serumin të spitali, po kisha ratë shku të qendra shëndetësore e bëha. Ne bëjmë thirrje si kena bëha, Benet Becit, Bashki Shkodër, Komunë Postrip, edhe doktorit, si është Komuna Postrip, ne kryjnë i këtë nevojë si kena si fshat. Rruga, si shëshini vetë, edhe si shëpat në përkamera, është skandaloze, tonë është po pastruhe. Probleme kena bëllë, veç i shoha për ne bjerë mrapa, si dojmë sot kush mrapa e ras në ako. Nuk e mirë si me kanë gjirën në malë. As ne bjen mrapa kërkush, as bashki, as kërkush. Shqetësimi jonë është se qendrën shëndetësore tash 10 vjet e kena nuk kena. Shteti tash infermierën e pagon për vedi apo e pagon për banorët. Ajo thot kam dalë, po ajo nuk ka dalë tash. Janë njerëzit të si banë smur, do të na marrë makina private, se është edhe rruga e prishën. Marrim ambulancën, ambulanca thot nuk kena thot me dalë në qendrën Prekal, nuk kena për detyrë thot me dalë. Na detyrohet na njerëzit e smur me sjell me makina private, se nuk ne gjen shteti me ne sjell as qendrën shëndetësore as ambulancën. Prekali ndodhet rreth 20 km larg qytetit të Shkodrës, por banorët kërkojnë vëmendje dhe plotësim në kushte minimale nga bashkia dhe shteti.